Kjo është vizita e 8 dhe e fundit e Stefan Füle si komisioner për zgjerimin në Bashkimin Evropian, ndërsa në këtë detyrë do të pasohet nga politikani austriak Johannes Hahn. Politikani çek Stefan Füle e mori detyrën e komisionerit për zgjerimin në shkurt të vitit 2010, ndërsa e gjithë puna u fokusua te çështjet e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor, duke kulmuar me procesin e antarësimit me të drejtat të plota të Kroacisë. Gjatë gjithë drejtimit të tij, Füle kishte si argumentim kryesor se zgjerimi është instrumenti më transformues që posedon Bashkimi Evropian, si dhe mjeti që i bën reformat e vështira të sjellin transformim politik dhe ekonomik në Europën qendrore dhe jugore. Sa i përket marrëdhënieve të Füles me Shqipërinë, pas emërimit si komisioner në shkurt 2010, një nga përballjet e para të Füle me politikën shqiptare ishte situata e grevës së urisë së opozitës socialiste në bulevard përballë zyrave të Berishës. Füle u bë pjesë e kompromisit të famshëm në restorant Krokodili në Bruksel në maj 2010. Pas kësaj u tentua të krijojë një klimë qetë bashkëpunimi në politikën shqiptare, por më 21 janar 2011, Füle u vu përballë një prej momenteve më dramatike të pluralizmit shqiptar, me vrasjen e protestuesve të opozitës jashtë kryeministrisë. Sërish nga Brukseli, Füle përsëriti thirrjen se palët duhet të hyjnë në dialog për të ndërmarrë së bashku reformat e nevojshme. Një vit më vonë, në 2012, Komisioni Evropian i kërkonte Shqipërisë realizimin e 12 prioriteteve, gjë që kërkonte votat e opozitës socialiste në kuvend. Komisioneri Füle intensifikoi vizitat në vend, por pa ja dalë dot të binte palët të ishnin dorë nga mosbesimi reciprok. Deri në gusht 2012, Parlamenti nuk e miratoi dot heqjen e imunitetit. Ky ndryshim kushtetues u miratua vetëm në shtator, ndërsa miratimi i ligjeve të tjera të kërkuara ngeci. U desh të kalonte edhe një vit që Parlamenti të arrinte miratimin e gjithë kërkesave të Komisionit për reformën parlamentare, gjykatën administrative dhe statusin e nëpunësit civil. Por edhe pse zgjedhjet e 23 qershorit u përshëndetën dhe Komisioni Evropian e rekomandoi marrjen e statusit, Shqipëria u refuzua nga disa vende të Bashkimit Evropian. Komisioneri Füle shprehu sërish besimin se Shqipëria do ta merrte statusin në qershor 2014, duke vlerësuar reformat e ndërmarra. Me marrjen e statusit të vendit kandidat, ndërkohë që pritej krijimi i Komisionit të ri Evropian, puna e komisionerit Füle me Shqipërinë konsideroi pothuajse përfunduar. Ai tashmë kishte marrë edhe disa vlerësime publikisht negative nga ish-kryeministri Berisha. Komisioneri Füle vazhdoi vizitat në Tiranë, në takimet e dialogut të nivelit të lartë për të përgatitur rrugën e Shqipërisë në nisjen e negociatave, proces ky që nuk dihet se kur do të fillojë. Vendit ndërkohë do t'i duhet të punojë me komisionerin e ri të zgjerimit, Johannes Hahn.